Pas publikimit të lajmit në për media dhe portale se komuna e Tetovës ka ullur rrogat, është prononcuar shërbimi për informimi komunës së Tetovës. Përmes një deklarate, përgjegjësia e shërbimit për informim në komunën e Tetovës Lume Hyseini është shprehur se do të ndërmerren masa për të reviduar harxhimet, por mohon të ketë ulje të rrogave. Si që e dini, udhëheqja e re e komunës së Tetovës ka trashëguar borxh në vlerë prej 8 milion euro ose 492 milion denar, shumë kjo që paraqet 30% e buxhetit gjetor të komunës. Po ashtu ne kemi trashëguar edhe një fenomen mbi punësimin në administratën e komunës, gjë që rëndon dukshëm funksionimin normal të institucionit dhe dhënien e shërbimeve që ajo u ofron qytetarëve. Për të kthyer ky borxh dhe për të arritur një gjendje stabile financiare, Komuna e Tetovës ka reviduar planin e furnizimeve publike, ka bërë revizionin e kontratave të dëmshme ekonomike për komunën dhe është në proces të përpilimit të buxhetit të komunës për vitin 2014, duke punuar në drejtim të zvoglimit të shpenzimeve të komunës, deklaroi Lume Hyseini, zëdhënëse e komunës së Tetovës. Sipas saj, për të gjitha masat që do të ndërmerren, kryetaria e komunës së Tetovës do të njoftojë opinionin në kohë. Masat që do të ndërmerren për të arritur stabiliteti financiar dhe funksionimi i institucionit komun janë në shqyrtime sipër, ndërsa për secilin vendim që do ta marrim, opinioni do jetë i njoftuar në konferencë shtypi për gazetarët, tha Hyseini. Ndryshe, mediat shqiptare dhe portalet të ndryshme raportuan se me vendim të kryetares së komunës së Tetovës janë ulur rrogat e punëtorëve të komunës së Tetovës, por përgjegjësia për informim ka thënë se komuna e Tetovës nuk merr vendime fshehurazi.